një plëm të nëzorë në lugun e madhë, tash për shkak të emre që ka, a i lug e ka emrin lugu i besës, dhe në ora 5 mëngjesit, vjenë dhe godet në gjoks, gjë për cilën tash masi jemi në fushat nuk kisha pas qef asë edhe njëherë me folë. Para se me shku e me i komendu kundër kandidatet për tret, unë kam një respekt të jashtëzakonshëm për babajnë tuaj. Ju keni humbur motrën në luftë. Keni pasur një eksperiencë të cilën nuk do të shiroja ta përjetonte askush. Motra ka qenë sa vjeqare dhe cila është historia? Normal, faleminderit për respektin për baba, jashtëzakonisht shumë. Historia ka qenë jo e lehtë për neve si familje. Kohën kur gjithë me numë që shpëtuam një plëm të nëzorë në lugun e madhë, tash për shkak të emre që ka, a i lug e ka emrin lugu i besës, dhe në ora 5 mëngjesit vjenë dhe godet në gjoks, gjë për cilën tash masi jemi në fushat nuk kisha pas qef asë edhe njëherë me folë. Mirë po, këtë ngjarje ka spjegua dhe baba em këtë studio televizive që e ke pyet, dhe na jemi krenar që të paktën kemi mujt me dhonë diçka për këtë vend, pavarësisht mosës së re, lufta ka qenë e tillë. Sa vjeçare ka qenë motra? 10 e gjys. 10 vjeç e gjys.